Serbia dhe Bosnia kanë bërë thirrje për ndihmë nga autoritetet ndërkombëtare për shkak të përmbytjeve që kanë dëmtuar vendet e tyre si pasojë e shirave të rrëmbyeshëm që kanë shoqëruar Ballkanin gjatë këtij muaji. Këto përmbytje regjistrohen si më të mëdha nga këto vende në të paktën 120 vitet e fundit. Ujërat kanë filluar të tërhiqen, por zyrtarisht rreziku vazhdon të mbetet i pranishëm. Zyrtarët thonë se një shqetësim i madh janë rrëshqitjet e tokës dhe veçanërisht në zonat të cilat ka ende mina të pashpërthyera që nga koha e luftës në Bosnjë. Prodhuesi kryesor i Serbisë me energji vazhdon të jetë i rrezikuar nga ujërat. 10 mijëra njerëz janë larguar nga shtëpitë e tyre. Ministri i Bosnjës për refugjatët e ka cilësuar situatën katastrofike. Të paktën 35 persona kanë vdekur deri më sot në këto përmbytje. Një operacion i gjerë ndërkombëtar ku merr pjesë dhe Shqipëria është duke u zhvilluar në këto momente. Në këtë operacion janë të përfshirë trupa dhe helikopter nga Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara, Rusia e tjerë. Operacioni është përqendruar në largimin e banorëve nga zonat e izoluara. Ndërkohë që kryeministri i Serbisë ka deklaruar se ka nevojë për më shumë ndihmë veçanërisht në ushqime, veshmbathje dhe ujë. Zyrtarët bëjnë me dije se uji ka shkaktuar më shumë se 2000 rrëshqitje toke në kodrat e Bosnjës. Trupat e shpëtimit janë duke u bërë thirrje njerëzve të qëndrojnë në çatit ose balkonet e shtëpive dhe të identifikohen me dritë në mënyrë që të mund të shikohen dhe të mundsohet largimi i tyre. Prilindja e Bosnjës është pjesa e prekur më së shumti me shtëpi, rrugë dhe linja kurorëzore të përmbytura, ndërkohë që më shumë se 1 milion njerëz jetojnë në zonat e dëmtuara më së shumti nga përmbytja.